Një video virale që është bo kohëve të fundit e ka pushtu këtë rjetet të një djallit të ri që e ka recitu një virë. U bo qatë që mo sa mo nuk di. Unë e sonë dhe kam Almirin këto që ka në bojnë bashkë. Almir, mirë se erdhe. O, mirë se gjitha, o shpetim. Sa vjeti ki mas pare du me të vetë? Po i 13, jam hi për 14. A mo dogo është ta man burë kështu. Ta man dogo është burë i pjekën. Faleminderit shumë. Almir, Ka dalë të përmirësoj pak jo vjerë, po monolog. po, ama u konë një farë recitimi. Dhe më thonë, u bo një monolog si recitim. E di që u konë monolog, po ti e ke thonë si një vjerë. Si vjerë. Si vjerë zakonshme, edhe u bo shumë e molle. Dhe më thonë, atë vjerë që ke bo ma herët ti. Kur i kom pas në vjetë, logarit është gati për bëj 14, para 4-5 viteve kom bo. Atë video dhe u bo, mas 4-5 vitet është virale. Atër nuk u konë, që është virale 15 dhe 20.000 ma shumë se kanë po tash për që shkon me miliona, mas sa vite, po hi njerë në TikTok, ty shkujt e po rrësh për pesha vetën. A mërë që më pas ka gjitë mu në virale, mas sa vite, se unë tash poste video regullisht, edhe me një serial të emin që në ashtë atë se i kom avan. Po, ku erdha e në skin, jam që ditë, sinqerisht. Almer, ti je në shkollë, që dhe në klasë, për bjenë tash me jam klasën e 8, shkollën nga një sylla, po, në Drenas. Okej, edhe këtë monolog e ke bot të shtëpia pleqve, po? Po. Në Suharik? Po, në Suharik, në Gjinavc. Jetimat e Ballkanit, po, në Gjinavc, fshatin Gjinavc. Djalli ri 8-9 vjet. 9 vjet. Se ke ditë që bëhet qështu. Mandej kur e pave ti... Pas nuk u bëhet qështu, deri qëtash. Po, dhe tash. Kur fillove me pa që u bo viral, po përmendet, po bëhen shumë video me vokalin tonë, me zonin tonë, me monologun tonë. Po. Qysh e përjetove? Qysh filloj këtë kjo farë lufte me viralitetin? Jena mësu viral me koko, 6 po ju që ka viral. Qërë, atë ka bo mirë, të ka bo mirë? Mirë ka bo. Atë ka bo mirë, të ka një mu, shtu, të ka qitë. Qërë, unë gjithë e kumë pëlqy famën, në shpetim. E kumë marrë shumë ideal për aktorëve, ndryshme si të huj, si të jashtëm, si të këtu hujtë Kosovës vendor. Ama, qëfar kontekst ju se fama është gjithë shka. Me të njuft njerës është shumë e mirë, po ta shfar konteksti jam bo viral, nuk më ka pëlqy. Shra bo viral për naj video, si plak, se unë një tam i kumë lu 12 role për 10 vjetë karrierë. 12 role për 10 vjetë karrierë? Po, unë 3 vjetë, ja kumë njësë me aktrim, me recitime, me poezi, me monologje me recitu. Ta një drama të producent Qëndrim Krasniqi, shumë tjera, e ta është unë, pëse nuk u morën aty tjera të përbash Halil Kasoti, nuk më ka pëlqy, se mu fama, për veti nuk më ka një. Krejt, qëtash video, se mi 250-16 video i kumbo deri qëtash. Krejt e ti morën, një ka një. Po mu po më vje keq për hoqës Halil, sa ajo është bamirë, së është fetarë, është atë vetarë, është gjithë shka, që e përmbush një shqiptar. është që i shqiptar, ne këna posë shqiptaria gjithë trashëgimi për të parëve të unë bamirësin. Tash mu nuk më ka pëlqy komentet negative, që armiku të unë mi ashkru ato komente, shka ndishka keq, e li ma... Qëfar komente shka posë Almir aty? Jo, nuk po du me cekë se dhe nesër më njës, nuk mujna me përfundu emisionin për komente negative. Po një që të ka pengu mas shumë ti për shumë? Vish po të kalëzaj, 90% e komente u ko negative, logarit. Negative për ty? Për formën që shë ki bo? Ju, për vetë faktin që e kanë kopju, se ke bo mirë, për nësa unë jam koj vogël ofë shpëtim, nuk kom ditu në me bo njërën ma perfektet mundshme. Ti e ke bo shumë i atë video. Aty nuk ka kur gjo keq. Mos tanim për atë pjesë. Mos të një keq për formën që shë ki bo. Keq ka pas kur gjo, e ke bo të Halili, e ke bo për punën në që ban Halili, kështu që nuk ka për këtë pjesë, mos tanim që të të bira veshit. Bira veshit. Atë ka pengu në shkollë, ma ndi që kja. Qështë ka bëjtë rejtë, shoshnia, familja, kur fillove mu bo pjesë edhe e shumë video, forma ndryshme. Qështë e kejnë përjetu në kështu mërën ateje? Po më intereson. Famën shumë mirë, po kontekst... Jo famën, qatë farë loj, më thoi za pak... Presionin, jo talje, po një farë shpërthimi. Presionin, po kuptaj, presionin ose pe audiencës shkollore në shkollë. Mesatarisht, dëm kanë përkra, dhe deri dikon, dhe heq ata asë nuk i nga isha, pëse na jena shumë ofer me teknikën gjimnazin, na jena në mjedis, ngarkes për 2 anëve, për shambull, restorantet, që na në pushim gjatë, do të me shku për me ble ushqem ose diçka tjetër për neve që na u duhet, edhe pushkojmë këtë folin, a i të e kuptu është në pak ngarkes emocionale që këtë folin, dhe negativ, dhe pozitiv, po ju që ma një heq. E që është për menagjon të ashti?
Qish pe ja ban? Menaxhu që 10 vjet, halo. Veç tash po do të menaxhojmë pak. Tash është përthimi më i madh, domethënë ti që 10 vjet ke punu, po Tash po menaxhoj edhe me menaxher. me menaxher domethënë. Po. Okej. Po ti hiq do gajle Po dhe po do. mi hiq dhe gojle, tani unë po merr na veç me këta njerëz live e ata privat që janë përmes rrjeteve sociale po mi kryjnë ai. Video e kujt ka pengu Bitina. më shumë ditë që e ke pati që është ai A, fytyrë bani që- publike. a. Video e kujt ka pengu? Nuk më ka pengu askuj, po vetë fakti që e kanë marrë videon e Halilit nuk ka pengu, se për mu, krejt videolet i marrën. Po nuk Ai të e, kuptu. ka diçka këtu të bëj me Halilin. As me ty, si djalë kështu, si Almer, si Po djalë. dhe? Ka me formën që është zbo monologu. Mos e merr ato personale, as ti, Halili nuk besoj që ka marrë personale. A ke folur me Halilin? Pas i ka shpërthy video? Jo, s'kena pas kontakt. Aha. Nuk po besoj që duhet diçka kontakti me ta që unë me nuk më bo. Po veç me fol, më thonë, o, Agje Halil, a e pe që shka dhejz video. Dhe më thonë, dhe në gjithë pikë, mundi me fol, besoj. Ha, për shka lez video. Po. O ti u ko diçka wow që me lez, ajo me u ko. Me po, nuk është qas me e keqe sa më të pengu ty. Më thonë, është me kogja, a din kështu, Ja. me një humor të mirë. Nuk Është ka ndaj pak- fare humori është të pak- zi, ose humor i jekër, ose i vrasht, ose me të bullizu ty, ose me bullizu dikon atë video, po ka shpërthy tash kur shpërthen shumë, normalisht i ka edhe për krasje edhe kundërshtar. Kështu që dush më mësu me këtë punë. Jo, unë jam i mësu që Jam i edhe gjithë mësu. llogaritë, po tash ti, qëre, ti që po thu nuk është me qaq wow, është se unë ja kom kushtu do fjalë, që i madh i dashuri ai ti kuptu, ai është kushtuar ative premtaristi. Ato krejt qëndrojnë ato fjalë, edhe i madhi, edhe i mirë, edhe i famshëm, edhe bamirësi, ato janë krejt qashtu. Qashtu janë, e pse pshami aqit kofshve. Ja, kjo nga Pronarit bim. kofshve. A, bravo. Pronarit kofshve nuk i thua tash kofsha, pa më thot mua i madh i dashuri. Kjo nga bim. Kjo është gabim, po tash që tu janë bo me. Nuk janë bo diçka. Të këshin qitë në i bamirës tjetër përveç Halil Kasotit me të qitë njëtin zdo me sound që për prekin të një varmullaki për TikTokut, zi pse kanë qitë ato, i shkon diçka okej. E kanë qitë bamirë, e kanë qitë në njërit famshëm, jo të famshëm nuk ka problem. Amo kofsh nuk lidhet Këtu me pajtona me fjallët e ty. mija. Ja, pajtona me ty, këtu o gabim. Edhe unë qëtu jam kundër, çdo intervistë që e kom bo deri sash është kundër qityne. Okej. Qysh po dokem si popull tash na, mos i ke po që po të bojmë plot meme video. Qysh jem si shoqnina, Almir? Alloj, Ha, ma mirë me thok kur që sheq. pse? Përderisa po del kundër një humanisti që tash ati ke po vërshime që janë bo. Po. Tash ti qëtu vërshime, a thu sa senet ja këshin prish atyne në për baraka që kanë jetu, për thamë kështë shull shqip që shdojna, krit kushtet minimale i kanë, po s'ma të këqia që shme thonë, a i ka srehune një shpi që nashta pika e ujit nuk i ka hen. E tash ti mi dal kundër bashkë ai popull, ai shqiptar pindiman, nuk pindiman Unë një nuk nacionalitet besoj tjetër. që i del populli kundër Halilit, as punës tina. Edhe bashkë krejt na mu qunë kom, punën e mirë, s'mune me po të keqe. Ja, s'më njahu për Kështu 700 që- vjetë, kështu që por me fakt e ki... Ti rresh qëre- lirë për këtë pjesë, ai këtu e po punën të mënyrën më të mirë të mundshme, ka bo, na e dim sa ka bo Jo, Halili. po thamë edhe- krejt le të quen unë e përkroj çdo herë. Bravo, do me punën e mirë do me përkra. Jo vish ti, po secili prej neve. Po dhe po tash shumica jem të e bosanin e A kundër. ki me vazhdu me bo prap monologje mo? Shiko, tash ja kum nis me një serial temin që kum titullu Sakrificat e prindërve. Aha. Me monologje jam merë që qasoj periudhe, ndoshta filloj apet, po tash po kam edhe ngarkis për nga ona seriali, tash edhe shkolla, atër jam konë klasën e 5-6, që ato dikon, tash tjo është klasa e 8, po lyp ma shumë angazhim, tash lanë janë shpeshtu, në klasën e 5 e ke pos me një mësuse, tash piki 15 arsimtar, 15 pyetje, 15 parë, lanë. po dhe 15 lanë, dhe 15 teste. 15 teste, tash here ka 2 që pi bojnë në gjysmë vjetura, Po. 30 teste, llogaritë tash edhe mu pyet në çdo lanë, 15 lanë, me mon nut në çdo lanë. Mësuesja kur e ke pas në pi klasës sportin 5 ka kuptu se të ka pas çdo lanë. Tash ai nuk të kupton ç'a ban fronti që e di muzikën, ai nuk mund me të kuptu historisë për shembull. Unë e di sa me këtë notat 5, po lyp ma shumë angazhim se në klasat fillore. Almer, Pyet në parë që zin po mundesh pesën. me bo vetë serialin. Po mona, po mona dhe tash pat kallëzaj. Hajde. Mami jam skenariste edhe ka Babi? përgjuar në Shqipe. Mami. A, mami, perfekt. Po, mami është skenariste dhe kur kum fillu unë, mi ka shru skenaret. Bravo i kuft. Jo, po bravo i kuft, edhe pi këtyre të përshëndes, edhe momin Gjithashtu. edhe bobin edhe gjithë për krasit e mim. Bravo. Gjatë kësaj rrugë të aktrimit, edhe manenaj, edhe audiencën po ashtu. Mi ka shru tekstet, unë e kum lini këtë tripod, një telefon thjesht nuk është që ato po du me pas 4 HD8 HD kamerën, po du me shprej ndjenjen tem
karshi sakrificave që prind janë të i bo për neve, që na mi pos kushtet ma mirë që me dalë faqe bardhë, që me di që edhe Kosova ka trima, ka njerëz të mirë, ka talenta, Që s'ka, normalisht që ka. Pse pi ban këtë rolet vetë? Ose shumicën në rolet vetë pi ban? Pse? Ju shumicën vëlloj vëllmire po të krejt në Krejt. pi bo rolet vetë. Dëmë dhe të rolet rresh deri të shash i kum lu. Prej karrierës sam 10 vjeqare, unë kum fillu 3 vjetë, tash i kam 13 vjetë, edhe me 28 nëntor, si datë historike, edhe shënën 10 vjetori karrierës sam që kum fillu. Okej. Dhe të pibaj, se po du me shprej bashkë në ndjenjen tem, me kallëzu që jam aktor dhe me kallëzu që une jam të i bo diçka për prind tonë që jam të munu për neve. Bravo. A ki me vazhdu me studiu aktrimin? Po. Veç që kjo lëndë, ose që kjo larmi nuk është në shkollë të mesme ose në gjimnaz, po më vje pakeq për nështë edhe 1 vit ose 2 deri sa une të hi në gjimnaz, nështë hinë, se tash është në zhvillim e tutja aktrimi, me shumë për filma tjerë, se atëherë nuk ka pos filma shumë shqiptarë, një që ka qenë tash ka të i mosë, s'ka të nxerë në tërgjime popullore, komedia, kështu. Edhe gjithçysh në fakultet, gjithçysh ka me kryu aktrimi, master aktrimi, gjithçka. Do me thonë ti nuk do mu dape kësaj punë. Jo, kur e kum vazhdu për moshës 3 vjeqare me dojnë në skenat më dho, edhe me recitu poezit ndryshme, shumë që Tika na ka rregullu shkollën, Tika është një agjenci turke që na ka rregullu ju shkollën, po klubshin tonë ose qerdhen me thoma mirë, edhe jam dole ku më resu aq i vogël para ambasadores turke, para qëti pronarit që asoj agjencie, para kryetarit drenasit, edhe para shumë tjerëve të famshme që janë kam, ku më recitu pse tash nuk e baj kur t'jam i madh dhe më angazhu edhe tjerë që kanë talente karshi aktrimit ose vetë që janë artista, pse unë mos më angazhu ata. Kur i ka mundësi se dhon po duhet tash më angazhu mu dikush, ku më dash deri i ku më arrit çit pik, edhe ai fëmia ka qef me arrit. Edhe tash unë kur të rrita, tanve fëmijëve kam qef më jap mundësinë, si unë që kam qef më jap dikush më mundësinë më bo viral si tash, edhe ai mushën kur rrit në onë dhe ai fëmi ka me konë një fëmi që ka me pos shef më bo aktor, ose diçka tjetër one ka me konë ai që kitë fëmive ka me dalë ndim, se kuptoj ndjenjen tem çfarë e kum pas. Po thu ty po të pëlqen pak që ky viralitet që është bo, apo? Po forma gjithkujt i pëlqen. Po edhe në qitë formë, apo të pëlqen që është bo? Po në qitë formë nuk më pëlqen, po vetë fakti se i famshëm, vetë fakti se të thirrin plot intervista. Që kjo është ka gja krenari, Do me thonë, është një farë punë që i ki bo. Jo, po është një farë punë Është një që farë e ku pune. bo, është një farë Nuk punë s'ka që e ku bo, nuk s'ka bo, dhe keq, edhe pse unë jam kunder mu kesh përdor video në format këqija, po mu përdor për humor të mirë nuk ka nej farë problemi. Nuk besoj që ka nej që prish punë. Kretet e morrin, kretet e Po morrin. me përdor për kesh, ti po pas pari e fëmi, e dyta dedikimi u konë një vend caktum ku ndoshta nuk e lejon shumë humorin, po në qoftë se bëhet me kujdes, edhe servohet mirë, pse mos me përdor? Nuk ka kur gjë keq. Jo, kur absolutisht bile bashkë ma shtojnë famën, si të famshmit si këta njerëz normal, po ju me përdor që rasti konkret në kafsh. Gabim. A ki pas naj natë që s'ka marrë gjumi deri me ngjes tu menu çka u bë kështu? Jo, nuk e ku marrë. E ku marrë nga zemre, po jo deri në atë pikë maksimale që me thë ku qam gjetë. Nuk u kanë edhe bashkë ku qam gjetë, se nuk është diçka që ku me di që na ka gjetë. Që u bë kiameti. Po edhe kiameti nuk u bë shpejtim, sa që me tha. Ajo u bë viral, po më po vjen keq. Hoxhës Halil Kasati se si monologu jam u keq interpretu në audiencë. Edhe tash edhe emni i hoxhës përmendet ato. Çfarë? Ti e ke pas mjetin e mirë. Po njëtën e E mirë. ata që e kesh përdorin e morrin për vete përgjithsinë. Kështu që mos u Po, dhe ti mos u vetëm shqetëso as ti as Halili. Ai besoj që s'ka kë shqetësim se është i rritun edhe ka kalu. Ka kalu jetën e shumë vet gjithçka, kështu shumë që etapa kjo ka është kalu që ki dy këtë nështë kur gjë heq, po në njëna keq karshitina. Për shkak të respektit që e ki. Po dhe për shkak të respektit, për shkak punës ti, për shkak të veprimtaristi, që ka bëhaj deri shash, e tash më shku ju pash, nuk po tham pash, se me një mejme nuk shën pash, puna jote e ka mëqme që ke bo për ku me ditë kura, jetu i Po kuptua. jeti mirë nuk bën më shku poshtë, Ju dhe? veç ideja jote për me bo atë punë, atë fjalë me shkrujt dhe me bo, nuk besoj që ka në shku poshtë. As nuk kanë shku poshtë. Jo, absolutisht nuk kanë shku poshtë. A kime vazhdu të njëjtën tempo të punës qështu? Me bo serialin, me bo monologjet, me bo jetën që ki bo? Titën Atë tem... ki pas oferta për naj video, ose për naj reklam me bo tash, ose për naj punë me bo tash tes, ose cila o konë jeta jote mas kësaj video? Po, ka e mirë, me disa oferta po tash
puna menaxherit po merret kallzova. A bona menaxher me njëra? Bona menaxher me një herë se s'mon është ti me menaxhu këtë senet vet. Ka shumë kërkesa. Ka shumë kërkesa sinqerisht, po tashti unë jam në shkollën tashti edhe shumë intervista që po më ftojnë. Nuk po më jemi rreth. S'munësh. Unë nuk jam unë me leje, jam ujtë ka hëdu. Tash edhe më jam është arsimtare gjuhës Shqipe. Okej. Në 2-3 shkolla që do të më jap mësim. Tash unë nuk më i tha, unë kam intervistë, nuk më interesant ti ke më që mund qytuar. Ajo ka ngarkesat e veta. Plus edhe në ngarkesat e mia që dohet me shku në shkollë, me mësu, qesh ka me marrë edhe foza mu pyet, mi kryteset. Tash unë kam ja mojt, a bëdim? Ka mu çky thojmë na. Po dhe ka mu çky edhe bën mirë po thua edhe çashtu. Kam ja mojt. Qa kimi thonë njerëzve që ta kanë kësë përdorur videon? No, veç faleminderit për ty, në tjera herë këshirni pak ma mirë se çka jeni të i marë, për gjithë aty në video, mundi me zgjidhë diçka tjetër përveç kësajna. E qa kimi thonë këtyne që të kanë përkratash? O, për atyne Qa kimi thonë këtyne? faleminderit shumë, edhe për tyne, sinqerisht edhe ata janë kanë pika kryesore që më kanë shty, si është një em në klasë, plus edhe klasat tjera, i baba më bëjshin. Baba? Po edhe baba me barrit medhe, po ju që e rrisi shumë medhe, edhe familjarët e mi, shoqënia jem, audienca vetë publiku që më kanë përkraj falenderit tepër, se ata më kanë prumu deri në qitë pikë. Okej. Apo dojnë njerëz ma shumë të Almir? Apo dojnë ma shumë njerëzit? Vetë fakti që po më dojnë, sinqerisht po më dojnë, po 90% që ata janë komente negative. 10% 10% të mirë, po për muin që ata 90% në këtë për ty u ke pishur. Prit, a 90% janë me komente negative, 10% me të mira, qysh? Po dhe... Që ka shumë po... Po këshëre po mu për qëta po veri në Se bra Almir ti, 13 vjetë për ekip, pse me të bo komente negative ty, për çka? Pse bre? A ki me duke pun pse? Mi pru që në skina, a mundi me më kallëzu pse? Çka ju kum bo? Qa ju kum bo, dhe haj që videon që unë jam bo si plake, si grue, si burre. A di kum lu shumë rulli që atu një me ishin konë të arsyshme në ashta. Që aty kap në po. Dhe atu ja, se aktori do të me marrë të lifarulli që farë ti afruhet. Atu s'ka me zhjith po du që të rallë dhe u kry. Nështë do filmi o për lu, thëmë po du komedia, atu s'ka. Edhe ta shti të farulli të afruhet ti do të me lu. Po, atu që? Për gjykim se na jina popull, halo me mentalitet vjetër, ku ve halo 70, a ne? A gjykojmë po thu kes na ka njëherë na shqiptarët, a? Po, nuk nalen me mengu. Me nuk është i thonë, ju me mengu. I këshyrin videot, ju qa ke dosh me thonë. Edhe në vëq lëvizjet e tua. Nështë s'ke mujt, e di që thonë, rrisht ram të fal mirë, a i të e kuptu drejt. Po dhe, qajo është, a i të e kuptu. Ta shqy bu mu këtë srejtu në shumë njerëz, me tha pa lidhje që ma kanë marrë, pa lidhje. Se ka shumë në role tjera që mujnë mu gjikua, ju e bashkë që kërëll për halilin që sanë, kesh, zëhutit s'ka posë që ato. A kanë me të nalë komentet negative ty? A hiq? Bashkë për të, nda ndërprejt a fjallin që edhe publiku me kuptu që s'ka të nalë. Ju 90% dhe të bëhet 99 ose 100% që bojnë negativ, komente e 0% ose 0.1 pozitiv, u ka me vazhdu. A menon që ka mu kësy? A menon që ka mu kësy kja mandej ka dalë në pozitivitet, se na ka njerë funksionojmë qështu si mas, mandej shkojmë tu e ka një problem që jau, shme thonë shullë shqip jau rrëk pak me vënis, po kur t'jau rrëk që të ribim pishman, po është vanë, po në është ta para prakisht. Almiri u djali rritë më të vjetë edhe me bona i gabim i falet, po dej tar djali s'ka pas një gabim. Kështu që do një me pranu djalin qësh është, me suportu, me përkla dhe me do atrokit për guximin që e ka me nis me bo. Qof një serial, qof një monolog, qof një vjerës, qof një tregim popullor. Se u djali ri, edhe kur gjë gabim s'ka bo, kur gjë negativitet nuk i ka afru publikut, kështu që me përkla djalin me suportu nuk është kur gjë keq. Ata që kanë shkrujt, e kanë bo komente negative, kanë më të këthy shumë shpejt në pozitivitet, kështu që mos u shqetëso për atë pjesë, ti nuk bën munal, se je djali ri, me baba ki munal, tash, çka bëhet ku ti po ishte 50 vjet, 60 vjet? Rrin shpe. Shpes më në mënajt. Ba, shpe. Do me thonë, nuk ka, jeta nuk funksionon tu najt. Po dhe, do të mi duru, edhe që pak njëri u kriju mu spravu. Ti ke me kalun shumë sprova për me arrit sukses, tani që thujnë, njëri u hinkit butë që mu spravu, e butën tjetër mu shpërbly. Ta shtë edhe këtu, a i të desh famja në pu. Grahi, hajde, grahi, duraj. Qëre, në programim është një kod me bluqe që është me maru një luj me robota. Aja qëtë pengesa push nalë, do të me kalu që atë pengesa që me arrit fiture. Ka herë që puhet, ka herë e kalon me sukses,
do e kalojnë pas një problem, ai i kuptu. O pa hup një herë edhe me fituar tjetër s'ka shans. Nuk më pëlqen që nuk je dorëzuar dhe nuk të ka thy hiç. Absolutisht, Edhe pse po hiç, thon hiç. 90% kanë komentuar në formën jo të mirë, ti nuk i dorëzu hiç. Bravo. Dhe për që ata 10% që ja kanë mujt 90%, po më po thamë edhe më bo 100% që është negativ, vit 0%, 0.1 në pozitiv, s'ka të nolën. Ku be gjon këtë vetë besim? Ku pa gjonja, i nuk gjini dhe i fituat vetë. Ku be fiton, pra? Ku e ke fitua? E kum fitu për krahjes të familjarëve. Ti mas pari. 10% të familjarëve. Po, për audiencës e kum fitu, për qasoj 10% që 10 po balësht. 1% me pas balësht. Edhe për mamit, babit, audiencës që më kanë për krah, familjarëve, gjithashtu shoqënisë. Dvynë, vish mamin me pos, vish babin me pos, vish një njëri që të përkra, kërejt me dojnë kondër, i kalen, nuk ka ato, shumë tash nuk është vish familjarët, ka dhe audiencër, ka dhe shumë të famë shumë, shumë si qifti të plotjerëve që më kanë fëtu një intervjist, nuk jem krejt kondër. Jo, mos se bazot kundër, mas pari, e thash më herë, s'kam që kam shtu ma shumë, ti e një fëmi, 13 vjeç, Po, që as ti dëmë se ki bo një punë të mirë, mos tanin, bira e veshit për atë punë në almerë. Allah hiq. Hiç mos tanin. A bëjmë diçka, prej notit, aty në që të kanë keq kështu, të kanë komentu keq. Ajo bojna njëherë monologën prej noti, qëtu? Qërem, Ha. nëse ma kërëthirë njëherë Halil Kasratin, Po, ose surprizë me ma pru, Po. ose nëse ish... Halili e ish shë konë emisionin. studio. A do më të thinë live Halilin? Je, Ata flasim live qëtu? Je, se nështë është zona i sen, mos e thirë. Pse në zonë? Qëre, isha dollë dhe me restu, kësha thonë njëherë mos me provu me thirë, po Ha. nëse i shkon live në skin, kësha pos qef pas live kë qef. me kon skin, ju me po as emisionin, as për mes lidhjes direkte, Aha. kësha pos qef me kon ku jam ullën, Qito? qëto, ti qanej unë në skin. E kësha bo? Atëherë, e kësha bo. 100% e kësha bo për hojgjën Halil Kastroti dhe mi ka dhua audiencës që s'keni që kam bani. Me gjëmë, unë e menoj që ti me duhesh me ballafaqu ato çka ti e ke mrana me ata që të kanë shkrujt negativisht. Negativisht, po. Negativisht. Kështu që sa ma shumë që ti reziston e nuk të hekesh, ata kimi neutralizu edhe kimi këthi për vetit. Në kuf që të hujgja Halil, unë e dalë dhe thamë. Bravo, tjetër. kena bo këtë intervjist për shpejt, se për ndryshe e këshim pas këtu dhe e këshim këtu dhe Halilin, edhe besoj që i shkon prezent në këtë emision për me të notë ty për kraje. Edhe me i qutë fala aty në që të kanë kundështu dhe të kanë bo komente Ka negative. vakt për të fola, lini e të fola, e fola vjen kur t'ja që ish. Kismet, Kësmet, për mes Kismet. audiencës, po du me kom prezenca e ti këtu, që unë e kur dalë me tho, me pas edhe arsyetin pitina, edhe aj me dhoni mesazh, edin, e ju unë vetë me kon këtu, aj nështë s'kish dashtë, ose kish dashtë, tash nuk ja di unë e dëshia tjetër. Unë Okej. ka herë ty be veti, nuk po di kur Çka po zhjë du? dhe diçka, a me qiton me marra qiton naj tesh ku shkoj me bli ose diçka tjetër, s'di me zgjedh, e le mo tash me angull me ditë çka po dën tjetëri. a ki shok të mirë në shkollë? Po, Edhe shoqe të mira? kam edhe shoqe edhe kam shok të mirë që më përkrahin këtë aspekt që unë jam të e vazhdu, a mo ka edhe të këqia, ju të këqia, nuk ka njerës të këqia. Po. Ka njerë që halojen me mentalitet Ka qëllimet tjetër, kësi janë ashta. po dhe edhe halo nuk e kupton konceptin e kësoj që akum dofë në me thonë. Ajo kupton levizjet e mija, që nështë ta një vogël, nështë ta duf me nejtë statek, ose duf me që dorë. Unë nështë ta kum nejtë në një pozitës e gestikulacione, duke i kum pas shumë zhvillune, ose diçka, ta shronë nështë ta e tha ma mirë, po atëherë edhe zonin e kum pas i matë të misë. Si ka pëlqy audiencës? Falë për ti fëmije, halo. Kështu që... Po tash mu ka trashzoni pak, Po mu ja tash tham me mandjenja. jeto bo adoleshent, jeto rrit, i ki bo gati... Po dhe ndryshe recitën jo me zot, I ki bo të 13 fëshqirshëm. vjetë, ka dal shkon të rrit dhe bo është burë. Inshallah ki fat e jetë gjatë e bo është Faleminderit. burë tamam qysh ki qefti edhe familja jote. Mos Faleminderit. u dorëzo emocional, nga i punës, vazhdo, Po. edhe kokën për pjetë. Krenar, se s'ki po kushtë të keqe. Mendje madh ju, Mendje madh, Ju bosh, mendje po madh. aja nuk zgjatë shumë almerë. ju, nuk zgjatë shumë. Nuk zgjatë shumë. Qëre, me pos, që thujnë populli me kom tuk, ka me zgjatë ma shumë foma, se me kom, shme thore, Ha. me një në madhe se pe arrej që shpreje. A përsa që është folë që mi pas 80 vjetë, si më ko Gjemal Labrinja. Që ja fjallë, i ka fjallë kështu me man ligjerata man. Po, e ligjerata, shta që fakultet që ka jepi. Edhe, A po më nëndë, du më thonë të e ki në farë betë besimit
ti që ti në rregulli edhe din gjithçka dhe bën Jo, gjithçka. asnjë njeri, për shembull, asaj në shojnë nuk u konë 100% perfekt. Ja s'ukon. Për që ka shpik asu nuk jam 100% perfekt. Ku ka njëri perfekt më Po rëdhoj? ju dhe Shumë e që po thjeshtë. thua penin vetën mirë, komplet. Ta shumë nuk e ka mangësi në të sane, për shembull. Asnjë mangësi se ki. Çfarë mangësi e ki ti? Djalë bukurash, punëtor, Po dhe, mia, pse me mangësi ti? vetëbesim e arri gjithë shkafin, Bravo. sinqerisht. Qa kemi thonë publiku që të ka përkra? Mas pari familjes, nonës dhe babës. Mamin edhe babin e falenderoj shumë për derisa nuk um pas menaxher, babi u merr me këtu punë edhe me ideja, kurse mami u merr me skenar prej moshës 3 vjeçare llogaritë që 10 vjet karrierë mi ka shkruar monologjet, gjithë çat monologun. Monologu i Halit Kasati ka 2 flet o 4 i gat. A jeti kuptu? Me ka 20 rreshta, 40 rreshta komplet përmendshme i mësu. Llogaritë ajo vetë i ka shkru, se mu mësu është diçka pak ma lehtë. E mësën e del në audiencë e thu. Po me shkru, do të me gjetë edhe shpreje, kur të është një njëri me veprimtari të lartë, do të mja kushtu një monolog me fjalë të mëdhaja. Shumë i madh i dashur këtu janë fjalë të mëdhaja për Hoxhën, po besoj që është më pak ta që unë ku mujt me bë për ta, po besoj që ja ku arrit si një moshatar si i vogël, ja ku arrit që të pak të 1% që nas e që ka baj mja thonë. Mja respektu dhe mja vlerësu. Po, mja Almir, vlerësu. pas fat njët, e shëndet Faleminderit emocional edhe u pafshim tjera intervista kur bash pak ma i madh me mosh edhe me ma shumë punë. Po, këshmet. Faleminderit shumë. Kënaqësia ishte edhe imja. Faleminderit shumë Almir. Ishim bashkë me Alminin.